Prej 7 muajsh 3 anëtarët e familjes Miraka janë detyruar të strehohen në një ambient I cili dikur ka shërbyer si lokal. Sëmundja e kryefamiljarit ka detyruar 3 anëtarët e familjes Miraka nga fshati Tuin të zbresin në qytetin e Gramshit të jetojnë me qera në një banesë që dikur ka shërbyer si lokal. Që kam zbrit poshtë me qera, sepse më ka detyruar një problemi shëndetësor. Jam ekzaminuar me tumor që para 2 vjetësh dhe nuk ishte mundur në fshat, do të isha pranë spitalit, afër spitalit. E kemi zbritur këtu, që jetojmë 3 veta, unë, gruaja dhe goca. Dhe kushtet nuk I kam financiare, sepse kam 2 vjetë, si që thash. Jam ekzaminuar dhe rrim poshtë lartë në Tiranë me kimia, me reze. Jam bërë 2 herë ndërhyrje gjatë kësaj kohe. Për një vit jam bërë 2 herë ndërhyrje, ku masën doktor nuk e kanë hequr dot sepse rrezikohet jeta gjatë operimit. Të ardhurat e familjes janë vetëm kempi që merr kryefamiljari ku nuk I mjaftojnë për të blerë ilaçet mujore. Unë në muaj marr 160.000 lekë të vjetra medikamente. Se shkoj 2 herë në Tiranë që bëj kimia, mas kimjes ata të japin recetë me ilaçe kur është mas kimjes. Domethënë 2 herë në muaj nga 70-80.000 lekë, 90 vetë 100.000 lekë kuri. Kështu që janë pa përballueshme. Problemi është imi për masën e tumorit sepse nuk është hequr. Dhe kërkohet një ndërhyrje specializuar jashtë shtetit. Ka folur me klinik në Anadolu në Turqi. Ata kërkojnë që të vetë atje, bëjnë ekzaminimin nga e para, nuk I marrin parasysh këto tonat këtu. Sa kushton? Ajo kushton shumë, se është privat, kushton shumë. Do të kushtojnë ke 50.000 euro. Kështu që unë nuk I përballoj, unë përballoj dot jetesën këtu. Sot për sot, këtu edhe në Tiranë, poshtë lart me ilaçe, me ka shumë shpenzime, plus qira. Kush janë të ardhurat e familjes tënde? Të ardhurat e familjes time janë vetëm 200.000 lekë të vjetra që marr kemp. Nuk ka të ardhurat të tjera, gruaja është pa punë. E zonja e shtëpisë Florenca tregon për mikrofonin e televizionit Fox News se jetojnë me shumë vështirësi si dhe janë zhytur në borxhe. Si arrini ta përballoni gjithë shpenzimet mujore sepse edhe të ardhurat e familjes janë shumë të pakta, plus që edhe smundja që është në të familje. Me shumë vështirësi. Keni borxhe? Po. Të pamundur për të përballuar shpenzimet e kimioterapisë, familja është futur edhe në kredi. Plus që unë kam kredi, 200.000 lekë unë I paguaj kredi muaj për muaj. Kjo kredi për çfarë është marrë? Kjo për arsye shëndetësore është marrë më shumë. Edhe jam detyruar që të kushtëzoj njerëzit e familjes për kushtet e tjera, se jam detyruar të paguaj kredi muaj për muaj 200.000 lekë të vjetra. Po deri tash më kanë ndihmuar njerëzit e afërm të mit, të gruas, por tani nuk ndihmon njëri më se kanë kohë që kanë ndihmuar dhe sa do ndihmoj njerëzit. Sa e vështirë është jeta për ju të jetosh në një ambient I cili dikur ka shërbyer si lokal, mund të themi? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Çfarë them, nuk di çfarë them. Është shumë e vështirë, po më e vështirë është problemi I masës tumorale që kam unë në trup, sepse më rrezikohet jeta. Është një tumor shumë agresiv, siç thonë mjekët, siç thonë dhe dokumentat, letrat. Dhe nga çasti në çast nuk I kiet besë, ai shpërthen dhe është shumë agresiv. Me lot në sy Alushi I lutet gjithë shqiptarëve nëse kanë mundësi ta ndihmojnë sadopak për të shlyer të paktën kredin. Është shumë e vështirë. Dhe që më shumë e vështirë. Që të lutish vëllezër njerëzve për ndihmë, unë po e konsideroj që është kjo më e vështirë se sa smundja që kam në trup. Dhe vjen shumë zor të kërkoj ndihmë. I po detyrohem nga kushtet. Ndihmoj ta vëndore zemër sa të ke mundësi. Problemi është dhe kredia. Në base ditë më janë të numëruara, por s'kema familje me borxhe.
Sa kredi keni? E hap 5 milion kredi Të vjetra? për të shlirë, po.